Në dhomën e bashkë, me sy të ftohtë si aku. Doktori më sheh, jo si njeri, por si kuletë me ma. S'ka përshëndetje, s'ka fjallë të ngrohtë, vetëm reseta dhe shmime që të lënë pa frymë. Edhe 5.000 lekshin e fundit. Më thot me zët të qetë si t'ishte kafe në lokal. Jo shëndeti im në rrezik. Në vend të shërimit më jep fatur. Në vend të shpresës më jep një buzëqeshje të thatë pa kultur. Betimi i Hipokratit e kanë harruar në sirtar, tani betohen vetëm për xhepin, jo për shpirtin që qanë. Në vend të ilaçit me japin list me çmime, në vend të kujdesit një sistem që të shtrydh pa ndjenja, pa ndim. Nëse s'ke lek, prit, vuaj dur, ose shëndeti është biznes jo më e drejt për çdo burr e grua. Në çdo recet, një komision i fshehur, në çdo vizit, një fatur që të pa buk, pa shpresë, pa zë. Doktorat e pamëshirshëm, me sy që s'din dhimbje, edhe 5.000 lekshin e fundit ta kërkojnë pa mdyshje. Në vend të shërimit të japin stres dhe borx. Në këtë sistem shëndeti yt është thjesht një pazar i vogël. Doktorat e pamëshirshëm, me sy që s'din dhimbje, edhe 5.000 lekshin e fundit ta kërkojnë pa mdyshje. Në vend të shërimit të japin stres dhe borx. Në këtë sistem shëndeti yt është thjesht një pazar i vogël.